Përshëndetje dhe mirë se vini në podcastin Çamiko. Në fakt një podcast i cili ka lindur nga dëshira dhe dashuria për çamërinë, për atë që kam trashëguar unë, për historinë, artin dhe kulturën, për më të bukurat e atij vendi dhe të asaj kulture që e mban gjallë çamërinë në mendjen time dhe në zemrën time. Pa diskutim si një vajzë çame është një mision i imi për të trashëguar ndoshta edhe brez pas brezi atë që më kanë lënë të parët e mi. Në këtë rrugtim nuk dua ta bëj vetëm, ashtu si kurse nuk hidhet vetëm edhe vallja Çamiko. Ndaj me mua do të jenë gjithmonë në këtë rrugtim për të mësuar, për të kremtuar dhe manifestuar gjërat më të bukura që vijnë nga ajo tokë që unë e quaj toka e ëndrave të mia. Me shprehën në buzë, hiet zbresin nga dalë në botën e tyre të shuar, por që frymon gjithmonë. Unë kam qenë 7 vjeç, sot jam 88, dhe nuk e harroj dot atë që pash. Në mëngjes herët dëgjojmë, ishim në gjumë, dëgjojmë goditje armësh. Nëna e shkretra me të pastë, kështë bërë dhe medresen, na ngren neve, na vesh, shpejt se do ikim. Ora 5-6 e mëngjesit. 5-6 e mëngjesit, 5-6, na vesh shpejt, edhe të ngremi se po na vrasin. Edhe unë nisëm, sepse shtëpia jonë është sipër në Kodër, aty është edhe kulla jonë, edhe kurse daja im, me të pas daja se në ndihmoj pastaj shumë mirë, edhe e ka shtëpinë mund të qendër të Paramethis, pranë Sahatit. Edhe ne shkuam atje, erdhën e goditën derën, unë krit baba i shkret edhe të hapte derën e dajës. Një ta ka për ata, me neve. Për të tha se kam familje aty e njëret, me ne. Thori, nëna, jo, në si mënyrë, e morën babaj, e quan në shkollë dhe atje e vranë. Të mblodhën të gjithë burrat. Me bura plot, nëna ramet pas, na mori neve të ngremi, ikim në shmë më mirë se më të vinë prapë këta zervisat. Shkojmë si shim, vlajim të 13 vjeç kështë nisu kështë shkuar ka hala. Modra 9 vjeç, unë 7 vjeç, vlaj tjetër 5 vjeç, modra vogël 2 vjeç, Makbule, që ka emin. Edhe nisemi shkojmë ke shtëpia. Të 5 fëmijët. Të 5 fëmijët. Kur kjo bori, u të meruan pa mje, të vrarë. Në oborin e shtëpisë. Në oborin e shtëpisë. Gjyshin, imam, e kishin tërhequr në përshkallë, edhe e kishin vrarë. S'kishin që të bënim. Na merë nëna shkret, edhe na qonë isha afër me dreseja, e na qonë atje që të strahoshin me të tjerët. Shtroni si punë qëllimi, edhe filloj të na mësojnë neve nga Kurani, me thënë drejten, se të kujtojmë për ata që u bë, se që u bë, nuk është drejt ajo punë, e të respektojmë edhe gjyshin edhe babën që ashtu. Një lloj kënge që i respektonte. Kur mbas sa kohë vjen një oficer, ta ke rëmbenën, hajde me mua. Prit me i thamë neve, jo, të mbarë këtë tha, djalin e madhë stadion, jo, thaj. Nuk lejohet. Kjo është këtë nëzirë një fotografi nga gjiri, është e vetë një fotografi e babit të ndra. Nga ato të vogla që bëshin për dokumente, ruaj këtë se është e vetë për gjë që ruaj. E mora unë atë qaj. Desha të shkonja me nënën, mbas gjësore në alëmbrojnë se e vra në gjamin e tuaj nënën. Nëna ime është nga Gardiqi Paramethis. Edhe ka ardhur 2 herë në Shqipëri.
Njëherë kanë ardhur në atë vapën e të mërshme, që qëndruan atje ku janë varezat e të rënve, edhe kanë vdekur jashtë zakonisht shumë, se nuk kishte një pemë ku të qëndronin, një hije, nuk kishte një gotë ujë. Edhe pastaj delte dhalli dhe ju thot qamë të kthehen në Shqipëri. Tani këto ishin, sepse atëherë në Greqi ishte Ami dhe dy forca të ndryshme, dhe Ami thoshe të ktheshin. Ata në fundit për shtetin ishin një lloj, po të momentit si duket. Dhe pastaj ka ardhur për herë të dytë në shkurt. Do më thënë në një të ftohtë të të mërshëm, dhe është futur deri në Gryk që ka kaluar lumin Kalama, dhe ka qëndruar në Konispol. I Frigna i tregonte vazhdimisht, kishte një memorie gjithmonë deri në fund jetës saj, pati një memorie fantastike, nuk harronte asgjë, me emra, me njerëz, me tmerret që ka parë, ka ndonjur në ati ku i futën gra e fëmijë në burgun e Saliafuzit. Dhe unë kur vajtëm para më thi e pasha të godin, duke unë nisur nga fjalët e nënës time. Dhe më thënë ka parë të merë. E unë jam rritur me këto të merë. Në familjen tim janë masakruar 6 vetë, 6 kushrit babait tim. Është masakruar gjyshi im në moshën 40 ca vjeç. Koti kërkonin në armë, por ai s'kishte armë. Pra e maskaru e bën copë që i pren veshët ato, dhe një fotografi në dha një fëmijë ynë, do më thënë grek, erdhi e solli fotografi, të vetë me relike që kemi prej ti. I grabiti shtëpinë e gjitha ato, edhe nëna ka qenë më shumë se 1 muaj në burgun e grave në Filat. Në Gardiq të Paramthis, i vran baban, i vran xhaxhan, vran vjerin tim, se unë burin e kam po nga Gardiq të Paramthis. Dhe kur vjera ime shkon, edhe sepse i thirrën për mbledhje, joja, për të biseduar, edhe kur vete për të quar diçka për të ngrënë, i thot ai ke sjell diçka për të ngrënë, hajde thot, hapi derën e shkollës, në shkollën e fshatit, edhe ishin të tërë të varur në Çengela. Babain, mbas një 2 ditësh, bashkë me gjithë burrat e Paramithis, i kishim mbetur i vranë të shkolla. Asnjë i varosur. Konvikt i shkollës Filatit, Kotrofio e ka emrin ajo, është një shtëpi dikace, unë kam qenë e kam parë atë. Atje ishin mbyllur gratë dhe nuset e reja, edhe vajzat, dhe këto ishin në mëshirën e ushtarëve dhe të civilëve, që hinin, i përzgjedhin, i merrnin, i trajtonin në mënyrën më të trupshme, dhe mas i kryenin veprimet e tyre, i çonin me thikë dhe i linin të vdekura. Shtëpinë tonë rrethuan, papa im tregon që Selmani tha, me njëherë i thot gruasve të gjyshit tim rinin katua, dhe më mori mua thot që t'jepja fishekët, dhe zori pozicionin tek dritarja. Luftoj, deri në moment në fundit. Luftoj gati 3-4 orë dhe një plumb qanë për vazën e dritarës dhe godet në kokë. E motra, Halfaro e dëgjoj, e parandjeu dhe jep ulërimin, dhe gjitet në katën e dytë dhe e merr në krah të vllanë, e shtron në dyshekë dhe ky ka dhënë shpirt në krah e motrës vet Halfaros. Por Halfaro bëri një gjest të jashtëzakonshëm, që do thotë preu flokët e përgjakura të vllajt, shamin që kishte që me konte plagët e mori, futi dhe këto flokët e përgjakura, dhe kur ikëm neve në mars të 45-s drejt kufirit me Shqipërinë, nuk morim asgjë. Halla mori këtë fotografi që kemi në shtëpinë tonë, shamin e përgjakura dhe flokët e përgjakura. Dhe një orë të saktuar, Halfaro dilte ke pragu i shtëpisë, hapte shamin e përgjakur dhe flokët e përgjakur dhe fillon të vajnë. Po ishte një vaj troditës. Vazhdon të gjysore edhe më shumë, sa që thonë të dridheshim nga kjo lloj vaj që bënte Halfaro në atë fshatin për vllain e saj. Është trashëguar kjo shami e përgjakur, ajo tu flokësh dhe kjo fotografi? Se fotografinë e kuptoj që e kemi. Fotografia është po,
flokët e përgjakura, edhe shamin e përgjakur e ka çaçajim. Pra ekzistojnë. Është e Durrës, unë nuk e kam parë. Ai e mban, jo se mban të fshet, por nuk e di si duket e ka kujtim të vyer dhe ruhet akoma kjo shami e përgjakur dhe këto flokë të përgjakur. Një historiane greke ka bërë një studim, Gjorgja Keqe ka kjo emrin, ka bërë një studim për marrëdhëniet e shqiptarëve me grekët. Dhe ajo jep një shembull të rënditës. Reprezalet ishin kaq të lahtarshme, kaq të frikshme, kaq të pazakonta, sa një nuse qami me fëmijë në dorë për të shpëtuar atyre që e ndiqnin, hipin e një minare xhamie. Dhe këta e ngjitën mrapa dhe e kapën këtë, ja morën fëmijët edhe hodhën nga minarja dhe e përdhënuan atë vajzën. Jo 1, 2, pa një 10, 15, dhe ajo thot, ju drejtohet atyre, mi jepni një thik të vras veten. Se kjo, më falë, filloj të urinonte kelp edhe gjak. Kjo, kur e thot një studiuese greke këtë, duhet merret më së e besueshme. Ati është derdhur gjak fëmijësh, pleq, plakash, janë bërë krimet më monstruoze, janë pjekur fëmijët në furrë, janë qarë barqet e nanave. Nëna ime e kishte mall të shihte vendin e saj, por nga tmerret që ka hequr në lamanet të greku, kur mos shkoni. Ishim mbushur në një shpinë e me gjyshre. Nuk e dim duke se keni në ashtu një shtëpi e madhe. Ashtu ramet pas e ajo, edhe në mblodhën atje, gra fëmijë e të vegjël, pa ushqim, pa gjë, për ditë vdisin njerëzit nga uria. E merrnin se ku i çonin varrosin, atë më di gjyshja, 72 vjeçë. Atje më diq Faruku, 5 vjeç. Unë që me diq kjo motra vogël Makbulia, 2 vjeçë. Unë për shembull jam dëshmitari atyre ngjarjeve. Unë i kam kaluar të 90-ta. Jam ke 92-3 vjeç. Kur kam ardhur këtu unë kam qenë goqa djalë. 13 vjeç djalë, një 13 vjeçar mban mend. Mua më kujtohet kur mbaja si thuaj atë dengun në krah dhe hesja rrugës. Ka qenë një çarçaf i bardhë, besoj. Aty ka qenë një kalvar i dhimbshëm që hesje dhe nuk dije se ku do përfundonte nata e kur do kthehesh dita. Sa fëmijë ishit ju atë? Ne kemi qenë 2 vëllezër dhe një motër. Motra ishte e sapo lindur 6-7 muajshe, vëlla ishte i vogël për dore, unë isha më i madh, kishim dhe 2 prindrit. Unë gjithmonë lotoj. Kur dëgjoj mall për çamrin dhe pse. Kam dhe arsye, veç që kënga është shumë e bukur, por babai im është detyruar të largohet nga Varfani, duke marrë vëllain e madh timin me vete dhe duke lënë vajzën. Në Varfani. Unë mbyllën rrugët,
vajza u martua me një patriot tonin, dhe ne jemi takuar me motrën në vitin 1980. Sa vite, do me thënë? 25, 80. Vërtet. Po. Dhe ajo këngë në përshtatet tamam. Motra ime u rrit në Filat, burri i saj është nga Spatari, u martua dhe pastaj ikë në Kanada, dhe sot është në Kanada. Dhe ata të këngëtarët qamë që këndojnë këtë këngë të bukur, kanë bajtu në shtëpinë e motrës time në Kanada, dhe disa herë, jo një herë, dhe sa herë venë në Kanada, motra ime i thërret në shtëpi dhe djali motrës, patjetër. Duket sikur është bërë, pra unë gjithmonë qajë, unë nuk mund të lexoj një vjersh për qamërinë dhe pa dashur. I kisha unë për vlajnë në Paramëthi. Ajo tha iku, tha, në Australi, tha, po kishte një ahë të madhe në zemër, tha, se i kishin vrarë vlajnë në Paramëthi, edhe la një fëmijë të vogël 4 muaj. Qaj, thashun? Thashun, ja, ku e krej, thashun, të asinin, doktorin. Më falas, ishte shumë rënqethse, edhe ka shpëtuar ky, tha mua, po i thashun ka shpëtuar. Na shifte në rinas edhe sigurisht nuk na njifte. Dhe i thot djalit të Xhaxhait, cilët janë këta? Se e trisht. Ai i thot, janë motrat dhe vëllezërit e tu. Shumë histori e trisht. Dhe nuk do imagjinoja se ne këndojmë këtë këngë më për qamërinë, po nuk e lidhim ose nuk... Që mund të ketë pasur një rasje, konkretisht. Unë e di, kam dëgjuar raste mes kushërinjve, pra goca, tezës, çuna Xhaxhai, që janë ndarë familjet me njëra tjetrën, po jo motër. Motra. Dhe është hera e parë që... Ngeli është 40, ishte 4 vjeç. Nësi i kam ato vënde, nësi i kam ullit, baqet, me limona e portokale, gurët e bardh, detin dhe varet. Atje jam, në vëndin tënë, më shpije ëndër atje, me kratë e saj. Në ëndër, ma hapen portat e qamëris, ka përcej qafën e botës dhe mardhromën për në qamëri. Mbilë sit dhe ashtu eci, me sit mbilur, se me nje çdo gjatje, edhe drurët me njojnë, edhe gurët, edhe sojt me njojnë. Këmbët më shpijen në Filat, pastaj në Gumenic, Park, Paramëthi, Prevez, Margëllic, Vol, Arpic, Luarat, Spatar. Ah, Spatar! Ah, moj qamëri, të vdekurit e mi kërkoj. Ku janë të vdekurit e mi, varet e tyre dua t'i shoh. Ku janë varet? Bëj t'i flas të parve të mi, pa ta s'më japin gjevap. Të vuvosur janë si gurët. Më merr malli dhe në ëndër lafose me ta. Ktheja një zërin të vdekurve të mi. Ktheja një zërin qamëris o djelëthmit e mi. Çfarë ndjet? Dhe jo. Çfarë pat? Dhe jo. Unë prapë si shtë si thar kisha në jerëm kur shkrova monologun e në të qame, ishë shumë zetë, për e të partë, shkoja atje, ama rëfimet e prindve të mi, nënës, babaj tim, që ma këshim bërë të gjallë Spatari. Po unë e dhja ku shtrijej, kodrat e bota, shtëpit, gjithçka tjetër, qëndruam makinën dhe fillova të gjitëm një monopat. Ca rënoja, ca gurë të vjetë, ca gurë të rënuar aty, shta shtëpia vjetër, mora një gurë,
preva i degulliri, futa një qese. Shtëpinë tuaj e pat? Unë e pa shtëpinë time që radhën e parë, gërmalla, kam edhe një fotografi nga shtëpia që kam dalë atje. Por nuk më trishtoj shtëpia. Shtëpia ime pati fatin e gjithë shtëpiave të tjera. Shtëpia jote ishte i gjithë çamëria në atë. Unë e pa çamërinë me dhimbje. E pa çamërinë me dëshpërim. E pa çamërinë se qante Zot, qante vendi për Zot. Pa gërmallat e atyre shtëpive që ishin kthyer shtëpit saraje të çambit, dhe një pjesë të çambit, ishin kthyer në gërmalla. Dhe ata gurët më duke sikur vajtonin për zotërit e tyre. Babaj mi ishte bërë shumë i fort, më s'kam pa lot sytë e tia, dhe ula, më takova, më përqafoj, nana, babaj, vlezrit, motra, i dhash diçka të vogël dhe pastaj nxora qese me degën e ullirit edhe me gorin. Jo i them, kam qenë spatar, a i shtangu në fillim. Si ke spatar, tha, si shkove, ja tërgova. Kështu. Ndeti, shtangu, nxora gorin, me beso. Kur i dhash gorin, so kur i dhash flori, e pa, me vëmendje, e puthi, dhe filloj të lotoj. Për e të parë, kam parë lot në sytë e babaj tim. Mori degën e ullirit, e puthi. Nëna ime u derdh në lot, se dhe jo është nga spatari, dhe këtë gur, unë e ka vendosur në ikonit dhe shtëpinë time. E kam gjetur shtëpinë vetëm nga rrëfimet, fakt kisha parë dhe një foto të kishte qenë Xhaxhai më para, por si pozicion, sepse ta afrohesh si pozicion, sa kam dërguar makinën, kam parë dhe shpinën dhe e ku shtëpia. Vetëm nga rrëfimet, sepse në toshin është në filan vend, është këtu, e pash dhe malin të Duklës, i thoshin se në varfënjë është një mali Duklës dhe ku vendosjen e kisha shumë mirë të përshkruar nga gjyshi se ku ishte vendosur shtëpia. Pra rrëfimet e tyre kanë qenë kaq të detajuara sa le të themi ne edhe pse nuk e kishim parë dhe nuk e kishim parë shtëpitona, ne kishim qenë edhe më herët në shtëpitona. Si e ndjeve ti emocionin e babait në momentin që do të thënë kishte ai emocionin ti ishe i ftohtë, pra e dua këtë vizitën e parë se unë kur kam shkuar në Paramti kam vizatuar në rrugicat e Paramtis, kam vizatuar një lojë, ato lojën me peta, se imagjinova që ashtu do luante gjyshe ime kur ishte fëmijë. Është një emocion që unë e përjetova edhe tani. Atë emocion që ka qenë në momentin e parë kur e kam vizituar, sepse me thënë të drejtën kisha shumë merak për timat. Ishte duhet të kesh përgjegjësi në fakt, po. Dhe ishte vetëm 4 vjeç kur erdhi. Kishte histori shumë interesante. Kishte mbante mend të bilezë një aksident që ka patur të shtëpia. Ka rënë nga një lartësi vrar dhe falë Zotit ka shpëtuar. Dhe të gjitha këto, le të themi, dhe gjitha këto histori që unë kisha dëgjuar dhe le të themi përjetoheshin në shtëpinë time për atë zonë, momentin merak më të madh, domethënë e kisha për të. Dhe emocioni ishte absolutisht, le të themi, një emocion që nuk e përshkruaj dot, se që është përjetuar, por arsu dhe prapë. U hap dera asaj shtëpisë? Jo, dyert janë të mbyllura, nuk jeton askush, dhe nuk kemi mundur që ta vizitojmë shtëpinë nga brenda, por ftohet gjithë atje jashtë dhe për shkak edhe të kujdesit, sepse ju e dini që në qoftë se shkon këto fshatrat që janë pak nuk janë në zona turistike, aty njoftohet policia, njoftohen autoritetet të vinë të marrin, të krijojnë ca strese artifica për të dhënë ty mesazhin që je i padëshiruar këtu dhe kur mos shkel më këtu. E shikon shtëpinë e Shevqetit? Gjithë jetën i gjori ndreqi këpucë të botës, që bota të ecë, të shkojë. Cila është? Pyet një tjetër hije Paramti. Ajo ballë portës së gurë të Shabanit. Veç kjo portë i ka mbetur në këmbë. Ai hark guri 5 shekullor.
Gurët e që merët që ndrojnë ndë. Vdekja nuk mundi t'i rënoj. Ne kemi dy simbole, Osman Takën dhe Tuman Kuqen. Dhe mua më vjen një natë me veten, pse mos tjetë Osman Taka pjesë e UNESCO-s? Pse njerëzit tanë, shqiptarët tanë, mos ta bëjnë atë luftë? Pse do të tremben nga arti që kemi neve? Shëndësi ka se është në Shqipëri të mesme, është në Çamëri, është në Veri. Ajo është perlë dhe ajo do mbijetohet në jetë jetëve, nuk diskutohet Osman Taka. Është kënaqësi të shikosh që muzika dhe arti i Trevës nga ti vjen të vërejsojnë në nivel shteti kudo në botë, pa marrë parasysh se cili e interpreton. Osman Taka është Osman Taka dhe është një valle që përfaqëson në mënyrën më dinjitoze krahinën e Çamërisë. Tuman Kuqe është Tuman Kuqe, këndohet në të gjitha anët ku ka shqiptar, këndohet në të gjitha anët e botës ku ka shqiptar, dhe ajo është Çame, është valle edhe këngë e krahinës së Çamërisë. Dhe të dyja këto, përpos që kanë historinë e tyre, Osman Taka ka anën historike, tregon burrërinë, kryengritse të tij, por tregon edhe bukurinë e veshjes që karakterizon, lëvizjes fizike, bukurinë e fisme mashkullore, djalin Leven që ishte Osman Taka, ndërkohë që dhe Tuman Kuqa, përpos që është e bukur, ka atë anën lozonjare, tregon edhe fisshmërinë, hiret e një femre Çame. Do me thënë, është gjë shumë e bukur. Skalitet figura e një mashkulli shqiptar të Trevës Çamërisë edhe një vajze të Trevës Çamërisë. Është bukuria fizike, bukuria estetike, bukuria artistike, janë të gjitha këto që karakterizojnë figurën e një femre dhe një të mashkullit krahinës Çamërisë. Është jo vetëm nga ana artistike, flasim në përgjithësi atë çfarë është Çamëria me njerëzit e saj që përfaqësojnë atë. Filloi kënga e Çelo Mezan, kënduar nga Refat Sulejmani. Mbaroi, tha stop. E them Çelida, ç'është kjo këngë? Kush është Çelo Mezani? Jo, më thot mua. Çelo Mezani nuk do të shkonte ushtar, kohën e Turqisë. Unë i lidha kora dhe shkoha një zambe, të Azimatit, kur perëndori otomane me të ushtar, dhe shkonin në ushtar 8 deri në 10 vjet. Si shumë shqiptar të tjerë, Çamëri kundërshtua kjo. Tani Çelo Mezani doli në mal, mori një grup djep nga Çamëria, po të kundërshtuar këtë. Tani, kënga u paraqit para një komisioni në Durrës, ishte Zini Sako, drejtori i kulturës popullore, ishte dhe Abbas Dojaka. Në momenti që u dëgjua kjo këngë, ngrihet në këmbë, thotë, ku e keni gjetur këtë margaritar të margaritarëve të folklorit shqiptar? I thotë e kështu. Mas 2 ditë do më sjell një grup i këtu, tha. Dhe kështu ndodhi, pastaj që paraqit festivali Gjirokastër dhe është nga këngët më të bukura. Pse është e bukur kjo këngë? Nuk është thjesht melodia, ose mënyra se si interpreton Refat Sulejmani. Është nga mjeshtrët më të mëdhej të këngës Çame. Siç është ai Padani, mjeshtri i madh i valles Çame, Refati është mjeshtri i madh interpretimit të valles të këngës Çelo Mezanit. Pse është e bukur kjo? Se ka dhe teatr dhe subjekt brenda dhe akti i parë, akti i dytë, akti i tretë. Folklori shqiptar ka tekste të gjithë krajinave. Por unë do thoja, teksti i Çelo Mezanit është një dramë vete, që do thotë, është prologu, akti i parë, akti i dytë, akti i tretë dhe epilogu. Dhe fillon me vargun Ra dielli mal e vil. Hisi Çelua në aril për të shkretën pargoril. Ky është prologu. Pra, është mëngjes dhe Çelo Mezani shkon për të ngushëlluar një të afërmit e tij në një fshat tjetër. Pastaj thotë: kur na ra martin e parë, Çelua na ktheu sorran. Kur na ra martin e dytë, Çelua gramisi syt. Kur na ra martin e tretë, Çelua u vra me të vërtet. Të 3 këto vargje janë se cila akt më vete. Një nga dashamirësit e madh, polifonisë shqiptare, Jacob, etnomuzikolog francez, ka qenë para sa vite në Shqipëri. Dhe mes të tjeravesh, ka takuar edhe Refat Sulejmanin, kam parë me sytë e mi,
i puthte duart Refat Sulejmanit. E përqafonte. I thash, po pse e ka një dashur profesor me këtë këngë Celo me Zani, jo më tha mua. Kur për e të parë, tha, qeta i kaset, dhe u ktheva në Paris. E di që bëja, tha. Futash dhomën time, mbyllja, tha, perdet, e vjen mikrofonin, dhe e dëgjoja, jo 1 orë, 3-4 orë, sa që i me shokje më thot, mos je e marrosur, s'po bën, dhe i them, jo, e dashur grua, unë po dëgjoj një perl të Çamëris, perl Shqipëris, perl Ballkanit, perl të Evropës. Dhe ky Jakob në vitin 2005 ftoi në Radio Paris, Radio France, radio më e madhe e Evropës, grupin e Celo me Zanit. E ndërkombëtarizoi. Jo, thotë salla mate 100 veta. Unë mosh 2 fishë, dhe rinin këmë. Vazhdoj të koncerti 1 orë e gjysmë, Shabazeli ishte. 1 orë e gjysmë thotë dhe njerëzit dëgjonin me vëmendje këngët çame, njëra mas tjetrës. Mrekullitë e këngëve çame që u interpretuan në Paris. Dhe unë mendoj që në Muzeun e Arshëm, një vend veçantë të zëri kultura materiale, por dhe shpirtërore e çamve. Pra, këto këngë, lidhur me pyetje që më bët. Po, polifonia ka shkuar në UNESCO. Ka shkuar polifonia, ka shkuar së fundi edhe kërcimi i Tropojës. Po, pa diskutim. Tani ne kemi shumë vlera. Qoftë do merrni mendimin tim, po këtu duhet specialist edhe muzikolog, edhe nga kultura popullore, një grup edhe ne patjetër. Unë do të kisha mendimin të çoj dosja për një valle, që është valli Osman Takës, dhe pashkangjitur dosja e dytë, kënga Celo me Zanit. Ne duhet të japim valles Osman Takës rëndësinë që meriton këtu në Shqipëri. Është një nisëm e Bashkisë Konispol faktikisht që unë kam patur nderin dhe kam patur dhe një bashkëpunim shumë të madh nga ana e tyre për të nisur një nisëm së bashku me Bashkinë Konispol, me ndihmën e zotit Salin Nureddini nga krahu i Shqiponjës Tajt Madani Vlorë, që është ansambli më i madh i Çamërisë, me mbështetjen e Fondacionit Çamëria po ashtu, që të fillojmë punën për ta shpallur vallen e Osman Takës, ta regjistrojmë në regjistrin kombëtar të pasurive jo materiale. Vallja e Devollit para pak muajsh ishte përfshirë në këtë regjistër, kështu që ne nuk mendoj se na pangon asgjë dhe është e pafalshme që e kemi lënë deri në këtë pikë të paregjistruar sidomos vallen e Osman Takës. Ne kemi shumë këngë, shumë valle të tjera që e meritojnë të regjistrohen, po valli i Osman Takës për atë që përfaqëson, mendoj se është një ndër më të rëndësishmet, kështu që duhet punuar në këtë drejtim. Mua më duket e pafalshme që Çamëria nuk ka një muze etnografik të vetën. Ne kemi veshje tradicionale të ardhura andej, kemi të shpërndara në për koleksionist privat, në për muze të tjera, po ne nuk kemi një muze që njerëzit të shkojnë dhe të mësojnë 2 gjëra për historinë e Çamërisë, për veshjet, për elementët tradicional. Këtë kam pasion dhe kam shumë dash zoti tani të realizohet një ditë. Unë do punoj që në Konispol dhe mendoj se aty duhet bërë të ndërtohet një muze etnografik për Çamërinë. Ti besoj ke një kostum tradicional? Ke. Unë e kam bërë që 10 vjeç se kisha pasion në këngët e vallit, kam tumanet e jelekun në shtëpi. I kam vënë tjetër mision vetes që do gjej ku të mundem çdo veshje popullore të Çamërisë, të e vesh, të e dokumentoj. Unë kam një mirënjohje të jashtëzakonshme dhe një falënderim gjigant për gjyshrit dhe gjyshet tona. Flas në shumës tani, sepse e di që në komunitetin tonë ata kanë qenë hallka, lidhja e zinxhirit, mund të them, mes nesh edhe vendlindjes tonë, adeut tonë. Çdo gjë që ne kemi mësuar dhe që kemi marrë, qoftë nga ana historike, nga ana gjeografike, nga ana kulturore, nga ana kulinare. Unë kam qenë e lumtur dhe jam e lumtur që unë kam trashëguar nga të 4 gjyshërit e mi, edhe nga ana e mamas, edhe nga ana e babait. Pamjen e jashtme e kam trashëguar nga mamaja e mamit. Urtësinë edhe Niko Qyrllëkun e kam mësuar nga mamaja nga ana e babit. Ndërsa të kënduarit edhe veshin muzikor, instrumental, sepse kam studiuar flaut,
i kam marrë nga dy gjyshrit e mi. Babai nga ana babit këndonte shumë bukur, ka pasur një zë të ëmbël dhe melankonik, jo kaq të fuqishëm sa isni jo, po ka qenë më melankonik. Dhe baba Hasani nga ana mamit ka prodhuar xamare fyej edhe i ka rënë vet. Domethënë, nëse kam arritur në këtë gjendje që jam, këtë formim artistik dhe muzikor që kam, është fal tyre. Dhe sinqerisht jam shumë falenderuese dhe mirënjohës edhe një herë po them, po mendoj që një lloj si unë, të gjithë vajzat e dim të komunitetit ton, dashurinë për Trevën, për krahinën nga Vim, njohuritë që kanë, krenarin që kanë, e kanë trashëguar nga ata, se po mos tishin ata na e kishin përcjellë. Të gjitha njohuritë që kishin, sigurisht me dhimbje na i kanë treguar të gjitha. Ne nuk do të ishim kaq krenar që i përkasin më asaj Treve, ne nuk vazhdonim lidhjen me çamërin, po ishin ata që na i kishin trashëguar të gjitha këto. Kështu që mirënjohje dhe falënderimi ju takon atyre gjithmonë. Të besova të ditë, atë ditë mojësi u ndama. Lotët që derdhe nga sitë, për mbi velon ti me ranë. Oj, lule moj, oj, lule moj që të kanë marë, lule moj po digjem malë. Oj, lule moj, oj, lule moj që të kanë marë, lule moj po digjem malë. Lule moj që së gëzova, lule që për ty jetova. Shumë e bukur. Është një histori dashurie po platonike. Është shumë e bukur. Është si se mua më shkoj me një herë syrit tek promemorje për çamërin, si një promemorje të gjithë dashurisë që kemi ne për çamërin. Faleminderit shumë që e hodhët të Valle Çamiko me mua sot, valle televizive. Patjetër dua të falenderoj gjithë kënd që ka qëndruar na ndjek me shumë kënaqësi në këto udhëtime tona drejt çamërisë përmes podcastit Çamiko, çdo të premte në orën 8 dhe para se t'ju lë takim, më duhet të bashkohem me mesazhin tënd, Keleda, vetëm nuk ja dalim dhe është mirë të jemi bashk për gjërat bukura, bashk ashtu sikur se hedhim vallet, bashk për të rrëfyer historitë që janë të ngjashme, por që në fakt na bëjnë neve më të fortë me rënjën, me veten, po edhe me të tjerët. Faleminderit shumë që na ndoqët edhe në këtë puntatë të Çamikos. Ju lë takim të premten tjetër në orën 8 të mbrëmjes. Shihemi.